A keni menduar ndonjëherë për burimet më të thella të bujarisë? Ndonjëherë, mësimet më të thella vijnë nga vendet më të papritura. Në shkretëtirën e gjerë dhe sfiduese, një beduin njihej për një akt të pazakon. Ai vazhdimisht ndante ushqimin e tij, madje edhe me kafshë të egra. Njerëzit ishin të habitur dhe e pyetën pse. Përgjigjja e tij ishte e thjeshtë, por megjithatë përmbante një mençuri të jashtëzakonshme. Ai shpjegoi: "Unë ha vetëm nëse Zoti më siguron për të jetuar." Ai vazhdoi: "Si mund të mos u jap atëherë krijesave të tjera të tij, të cilat janë më të dobëta se unë?" Kjo nuk është vetëm një histori për ushqyerjen e kafshëve. Është një dëshmi e fuqishme e besimit, mbështetjes në një fuqi më të lartë dhe dëmshurisë së pakufishme, madje edhe në mungesë. Le të frymëzoj kjo histori. Mendo se si mund të tregosh mirësi të papritur sot, duke besuar se bujaria gjithmonë gjen rrugën e saj mbrapsht. Ndani këtë mesazh dhe reflektoni mbi mençurinë e thellë të beduinëve.